Investimi miliona euro i buxhet pasollit në aeroportin e Vlorës duket se ka futur familjen në shqetësime të mëdha. Por problemi nuk është kaq i lehtë për t'u zgjidhur, se tashmë kjo çështje po hetohet nga Prokuroria e Tiranës. Por si filloi përplasja me buxhet pasollin? Biznesmeni Valon Ademi ka thënë se në shtator 2025 ai ka bler me kontratë notariale 49% të aksioneve në Vlora International Airport, por këto aksione nuk janë pasqyruar në ekstraktin e shoqërisë dhe ai praktikisht nuk ka 49% të aksioneve, por vetëm 2%. Biznesmeni ka bërë kallëzim penal për pasollin në Tiranë, për mashtrim dhe prokuroria ka marrë në pyetje vëllain e buxhetit, Emin Pasollin. Mësohet se kur është pyetur nga prokurori, Emini ka thënë: "Vëllai im, Buxhet Pasolli, nuk ka pasur dieni për atë që ka ndodhur, pasi ai nuk ka të drejtë firme në kompani." Më pas, Emini ka shtuar: "Mos e përzini fare buxheti me këtë histori, përplasje me Valon Ademin e kam unë, jo im vëlla, kështu që merruni me mua, jo me atë." Nuk dihet se si do të përfundojë kjo çështje, por ajo që shihet qartë është se Emini është gati të marrë përsipër çdo përgjegjësi, për arsyeën e vetme që emri i të vëllait të tij, Buxhet Pasollit, të mos njolloset nga media. Kush nga ne nuk do donte të kishte një vëlla si Emini, i cili i bëhet krah vëllait në momentet më të vështira për të.